Çmimet e derivateve të naftës po vazhdojnë të mbeten të larta në tregun e Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve, të cilat kanë hyrë në fuqi sot nga ora 10. Sipas vendimit të Mintit, çmimi maksimal i naftës është €1,79 për litër, ndërsa benzina mund të shitet deri në €1,53. Çmimi maksimal i gazit është përcaktuar në 62 cent për litër. Edhe në Xhakovë, çmimet e derivateve janë pranë kufirit maksimal të lejuar. 1 litër naftë po shitet me €1,79 për litër, ndërsa benzina me €1,52 për litër. Por krahasuar me vetëm disa javë më parë, çmimet kanë shënuar rritje të dukshme. Në mesin e korrikut, me 17 korrik, çmimi maksimal i naftës në Kosovë ishte €1,60 për litër, ndërkaq benzina €1,43 për litër. Një ditë më pas, nafta ishte rritur në €1,63. Ndërkaq në fillim të korrikut, çmimi i naftës kishte qenë edhe më i ulët, duke zbritur në €1,41 për litër. Kjo nënkupton se krahasuar me çmimin për €1,60 në mesin e korrikut, sot 1 litër naftë kushton 19 cent më shumë. Ndryshimet e vazhdueshme të çmimeve të derivateve po reflektohen drejt për drejt në xhepin e qytetarëve, veçanërisht të atyre që për përdorim të përditshëm janë të varur nga automjetet.